Përshëndetje, paqja e Zotit qoftë mbi ju. Selamu aleikum të nderuar miq. Po na afrohet festa e Bajramit. Prandaj shfrytëzojeni rastin që edhe këto 2-3 ditë që na kanë mbetur, shfrytëzojeni rastin të kërkoni së pari pendim, pastaj mirënjohje dhe pastaj që kërkesa nga Zoti që ai të na plotësoj dëshirat e tona, sepse muaji Ramazan është muaji i imi, thot Zoti i lartësuar. Prandaj në këtë muaj e kemi Zotin Niko Qir që neve na ka mysafirët e tij dhe shpresojmë që në ditën e Bajramit do të na vullosen të gjitha veprimet, adhurimet, veprat e mira që i kemi bërë gjatë tërë muajit Ramazan. Kemi edhe 2-3 ditë. Një ajet kuranor, një verset kuranor që e lexoni në gjuhën arabe, e keni shpërblim sikurse tër Kuranin ta lexoni jashtë muajit Ramazan, sepse muaji Ramazan shpërblehet për qindra herë më shumë se sa muajve tjerë. Prandaj, mos e kurseni veten, mos e kurseni kohën, lexoni Kuranin, librin e Allahut, fjalën e Allahut të dërguar përmes profetit Muhammed, përmes Xhibrilit të shenjtë që kanë bërë një punë të mrekullueshme dhe merrni lexoni Kuran sa më shumë që mundeni. Ata që e lexojnë në gjuhën arabe, ata ngriten shpirtërisht në nivelet më të larta humane, njerëzore, ndërkaq ata që e lexojnë në gjuhën çfarëdo që e kanë në gjuhën shqipe në këtë rast, ata e ndriçojnë mendjen e tyre sepse sa herë që lexoni Kuran, gjithmonë, ndoshta për të dytën, tretën, katërtën herë që e lexoni, gjithmonë do të gjeni mendime të këshilla të reja. Do të thoni, unë si se kam lexuar më parë këtë, sepse Kurani është mrekulli. Prandaj, ju që e lexoni në gjuhën shqipe, ju uroj t'i ndriçoni mendjet e juaja. E ju që e lexoni në gjuhën arabe, shpirti juaj është lartësuar. Dash Zoti të na pranoj këtë lutje, adhurime, vepra të mira që kemi bërë gjatë muajit Ramazan, dhe shfrytëzoj rastin që t'ju uroj sa festën e Bajram e gëzofshit sot e përshëmot.